Sot kam përgatitur një byrek super të lehtë dhe vetëm me 2 peta. S'kam përdorur fare oklai, por thjesht me rull. Një metodë shumë praktike që jep petës një butësi të madhe. Brumi është përgatitur me 500 gram miell, një lugë çaj krip dhe 300 ml ujë. E kemi lënë brumin të pushojë, më pas e ndajmë në 2 peta, tërhollim petat duke përdorur vetëm rullin. I shtrojmë një shtresë të mirë gjalpi, i bëjmë këtë palosje, sërish gjalp edhe palosjen përfundimtare. I përgatitëm të dyja petat në këtë mënyrë, edhe mbushjen e kemi përgatitur me 500 gram spinaq, 100 gram djath, 4-5 lugë të gjellës me gjizë dhe sigurisht vaj ulliri. Fillojmë të tërhollim petat e palosura, i vendosim në një tavë të lyer me vaj ose me gjalp, sipër vendosim mbushjen, pak vaj ulliri dhe petën e dytë të tërhollur në të njëjtën mënyrë. Si e shikoni ka vetëm 2 petë dhe petët e tij hapen një nga një. E pjekim për 30 minuta në 200 gradë dhe shikojeni vetë rezultatin. Peta të holla, byrek i butë dhe shije fantastike. Me dashuri nga kuzhina ime.